Cila artiste shqiptare mundet me pas kësaj influence? Shika, Garan Çigenaj ka për ty, Party Girl Festival. Një ditë e veçantë brenda Lido Festival që ka sjell Charli XCX me gama gjerë të zhanreve, tu kalu prej hyperpop edhe elektro e deri tek house queer. Edhe ju vetëm, pa e lun anash edhe komplet estetikën e Brat era. S'ka pas dress code, po këtë ka njëjtë të njëjtën kulturë të veshjes. Përveç Brat merch të improvizum, kritim pa me ngjyra dominante si e zeza, slime green edhe ngjyra metalike. Materialet gjithmonë janë rrita, dantela transparente, vinyl edhe çka do tjetër që ndriçon në dritat e klubit. E me silueta që janë përcjell përmes crop topave, funave e pantollave low rise. Këtë estetik, Charli e ka nisë si fiksim me micro shorts, çizmet lëkurës edhe syza të zeza. Pre klipit parë të Brat që ka qenë Von Dutch. E çekuat tash. Në fund vitit 2024, ajo konsideru fytyrë e modës të qenë pjesë e kampanjave matë për foljon atë vitit. A e menut halo qatë artiste? Nëse po, kallëzëm në poshtë në komente. Për ma shumë video si kjo, follow Urban FM edhe subscribe në YouTube.